Një recetë shumë të thjeshtë, zakonisht me përbërës që veç i keni në shtëpi, bananet kur t'ju pjekën shumë, mund t'i gatuani në formë të ëmbëlsirës. Njëra prej tyre është edhe kjo sot. Kështu marr bananën dhe e bëj me piron derisa të bëhet ajo forma e puresë. Me 3 përbërës. Dhe shtypi kështu. E tash këtë recetë mund t'a gatuni në disa forma. Unë këtu kam përzgjedh arat e bluara me pak bajama, mirë po çfarë do që keni. Mund t'i shtoni edhe kokos. Do me thonë fjollat e kokosit, bananin, mjaltë, dhe në vend të mjaltës mund t'i shtoni sheqer, mirë po unë përbëj këtë mënyrën e shëndetshme. 2 banane, 2 lugë mjalt, mjaftojnë, kurse sa i përket arave dhe një përbërës tjetër, unë zakonisht kur gatuaj gjëra të tilla gjithmonë i shtoj 1 lugë ose 2 fara liri, varësisht se sa është receta e madhe. Farat e lirit e zavendësojnë shumë mirë millin, do me thënë e lidhin mbrumin çka do që të punoni. Në anën tjetër, merrni edhe shumë vlera ushqyese. Ja, banani është gati. Shtoj mjaltën. Përzi mirë. Shtoj pak vanilë, tu e kam bio, do më thënë nuk po ikim linjës së shëndetshme. Dyrë lugë fara liri. Dhe arat. Po filloj me 5 lugë, shohim sa ka nevojë. Kjo është varësisht se sa është banania e madhe. Brumi është ky. Tash e vendosim kështu. Madhësinë ja jepni si të doni. Kjo është prapërsisht për një person mjaftueshëm. E tash ja jap formën. Në mbrëmsi këtu e bëjmë një zbrastir, në mënyrë që pas pjekjes t'i mbushim me çokoladë. Këto pra janë forma, ta shkojmë në pjekje në 180 gradë. Biskotat veç u pjekën, ndërkohë dhe çokolada e zezë këtu po shkrihet në avull. Kështu që jemi drejt përfundimit. Aroma banane. Shikoni sa të bukura. Pas një pikë sheqer. Çka është me rëndësi. Këtu
Këtu kam gjysë çokolade me grimca të portokallit, ajo e zezë, dhe gjysma tjetër vetëm e zezë. Kështu që kemi pak më shumë shije. E tash vetëm i mbushi kështu. Tash duken si të kompletuara, po mundeni edhe me gjem. Sidomos me gjemin e kumbullave shkojshin shumë. Mirë po ato i kam bërë në kombinim jo me ara, po me kokos. Zakonisht nga një recetë ju jep disa versione. Besoj që njëri prej tyre pastaj ju vlen. Shkojmë edhe me nga një arë kështu në mes. Ja. Të vogla, të bukura, të shishme, të shëndetshme, gjitha në një. Uroj të shijoni miq nëse i gatuani bashkë me të dashurit e juaj, dhe ne do takohemi nesër me recetën e radhës. Bashkë, mirupafshim!